Ai ishte punëtori më i qetë në gjithë fabrikën. Gjithmonë në kohë, gjithmonë i përqendruar, kur nuk kërkonte ndihmë, nuk bënte zhurmë, thjesht punonte në heshtje ditë pas dite. Pastaj një ditë, gjatë pushimit të drekës, ra alarmi i zjarrit. Tymi dendur mbushi ndërtesën. Njerëzit bërtisnin, panik shtynin njëri tjetrin për të ikur, por ai nuk vrapoi si të tjerët. Pa hezitim u kthye dhe vrapoi nga ana tjetër brenda ndërtesës. Disa minuta më vonë doli jashtë duke kullitur fort. Sytë e tij digjnin nga tymi, duke mbajtur në shpinë një pastrues të moshuar dhe të paaftë. Po ai burr që shumica e injoronte çdo ditë, të gjithë u ngrinë nga habia. Pak më vonë mbriti drejtoresha e kompanisë. Ajo ju afrua direkt dhe i tha: "Ti nuk shpëtove thjesht dikë, ti shpëtove babain tim." Të nesërmen mëngjes u bë një njoftim i papritur. Ai u promovua si menaxher i vendit punës. Më vonë, kur e pyeten pse rrezikoi jetën, ai tha: "Respekti i vërtet nuk tregohet kur të tjerët shohin. Ai shfaqet kur askush nuk e pret." A beson edhe ti se karakteri i vërtet shfaqet në heshtje kur askush nuk të sheh? Ndaje mendimin tënd në komentet më poshtë. Zotit bekoft.